kurse sa I përket mandatimit kur e ke vetëm një propozim, kushtetuta thot presidentja mandaton. Pik. Jo mund të diskuton, menohet pak, e shea ka s'ka, jo, e mandaton. Është shumë e thjeshtë e drejt për drejt gjua e kushtetutës, njësoj si që janë gjykimet e gjykatës, të cilat unë e citova, nuk bëra interpretim si që bëjnë të tjerët. E citova, paragrafin 93, ja gjykimit KO 103, thyet për 14 dhe vlerësojën ju vetë. Gjykata rithekson se neni 95 paragrafi 4 I kushtetutës kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Pra këto rregulla nuk I kam shpikur unë, asa gjykimet e gjykatës kushtetuese nuk I kam shkruar unë, atër në vitin 2014 e dini, ne disa kemi pasur qëndrimet ndryshme, por I kemi respektuar në tërësi dhe njësoj e bëj edhe sot. Pra jo vetëm që jam e bindur, por jam 100% e sigurt që kam vepruar në përputhje të plot me kushtetutën dhe për te I kësaj, koha do ta dëshmoj që jam duke vepruar vetëm e vetëm në mbrojtje të interesave të qytetarëve dhe të askujt tjetër. Këtë detyrim e kam unë. E jo të merrem me fontan dëshirash. E para. E dyta, sa I përket asaj se qeverit krijohen me marrëveshje mes partive. Natyrisht kjo është mundësia e parë. Por mos harroni, në historinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës keni për plot raste kur deputetët kanë votuar ndryshe nga deklarimet publike të partisë. Unë kam qenë një prej tyre, e dini shumë mirë, në vitin 2014, partia ime, më konkretisht, ish kryetari partisë ime, t'jem më e qartë, ishte propozuar për kryeministër dhe unë e kam votuar kundër. Atër ka pas jo vetëm një deklarat, po ka pas vjetra deklarata që ky është qëndrimi I partisë, edhe në fund unë dhe më duket 5 deputetë tjera atëherë të LDK-s patëm votuar kundër. Deputetja Donika Kadaj në vitin 2021 ish deputetja, keni të drejt, po ka qenë shumë gjatë e tash na ka mbet. Pat votuar kundër krijimit të qeverisë Hoti që ka qenë parti ku ka qenë edhe partia e saj, ju kujtohet Teuta Rugova, pa të votu për një qeveri që nuk ka qenë pjesë e partisë, sepse ne pa të mbet në opozit. Pastaj ka qenë AKR-ja, që totalisht pa dalë në anën tjetër. I kemi 2 deputete, një nga PDK, një nga AK, që më kanë votuar dhe I falenderoj shumë, për presidente, duke mos lejuar që krijimi I institucioneve të mbetet pjesë pengilisë të serbe. Pra kemi dhjetra raste dhe këtu po I marr vetëm kur janë kriju qeverit, ose është votuar për president, shembuj. Pra mua më duhet ta respektoj atë që thot kushtetuta dhe që është ripërsëritur në dhjetra gjykimet gjykatës kushtetuese. Po citoj, deputetët kanë vullnet të lirë dhe jo detyrues. Deputetët le të votojnë si të dojnë. Unë asnjërit nuk I përzihem. Mirë po unë nuk mund të paragjykoj vullnetin e deputetit individual. E para. E dyta, si që thash më herët, te presidentja nuk kërkohet garancë, te presidentja kërkohen gjasa. Gjasa janë gjasa. Dhe unë jam e bindur që gjasa ka, por a do të ketë 61 vota e më shumë, është çështje që I vendos seanca dhe vendosin deputetët e Kuvendit të Kosovës. Akoma jam shpresë plot që gjithë do të gjendet një rrugë përpara, që partitë politike të merren vesh rreth planit të rritjes, rreth pagave të qytetarëve tonë, sepse vendi ynë mund të mbetet në një situatë të rëndë e të paprecedente